Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka shpallur nisjen e një projekti gjigant për ndërtimin e një sistemi raketor të quajtur Kupole e Artë me një kosto rreth $175 miliardë. Trump tha se kjo mburojtje do të jetë në gjendje të neutralizojë raketa dhe nëse do të vinë nga hapësirat apo skajt më të largëta të globit, duke garantuar sipas tij përfundimin e përhershëm të kërcënimeve ndaj SBA-s. Në krye të këtij projekti do të jetë generali Mitchell Goodlain, një figurë e lartë për forcën hapësinore amerikane dhe ekspert në sistemet e mbrojtjes raketore. Trump theksoi se rreth $25 miliardë do të sigurohen nga shkurtimet buxhetore dhe projekt ligji i ri për taksat, që ai po i kërkon republikanëve ta miratojnë. Ndër të tjera, Donald Trump ka bërë thirrje për përfshirjen e Kanadas në projekt dhe ka tërhequr interesin e kompanive të mëdha teknologjike si SkyX të Elon Musk, të cilat tashmë kanë paraqitur propozime pranë Departamentit të Mbrojtjes. Edhe pse projekti frymëzohet nga kupola e hekur të izraelite, Trump synon një mbrojtje shumë më të avancuar dhe me shumë fushë veprim global.